Dënohet vetëm me 24 vite burgim Jon Hoti për vrasjen e 2 kushërinjave në Klinë. Gjykata themelore në Pejk ka shpallur fajtor Jon Hotin për vrasjen e Albison dhe Recep Shlivovës, duke e dënuar me 24 vite e 6 muaj burgim. Sipas aktakuzës, i pandehuri me 13 nëntor të vitit 2024 me dashje dhe me armë zjarri ka privuar nga jeta viktimat. Gjithashtu duke vënë në rrezik edhe jetën e atyre që ishin prezant në lokal, në vendin ku ka ndodhur vrasja dyfisht. Në atë mënyrë që i pandehuri paraprakisht i kërkon shtëpitë e viktimave, kurse më pas përmes rrjetit social në Facebook i kontakton viktimat dhe me të njëjtit lën takim në një lokal në qendër të Klinës dhe pas një bisede disa minutëshe me 2 viktimat me të cilët ishte ulur në një tavolinë, i pandehuri J.H ngritet në këmbë dhe duke qenë i kthyer me shpinka viktimat, nxjerr armën nga xhaketa e tij dhe fillon të shtinte në drejtim të viktimave. Me që rast vëllai i viktimës R.Sh, dëshmitari E.Sh, hidhet në armë të pandehurit duke e parandaluar të njëjtin të shtinte më tutje, kurse në ato momente bie në dysheme arma e të pandehurit, ndërsa më pas i pandehuri J.H largohet nga vendi i ngjarjes, ku si pasojë nga të shtënat e armës së zjarrit gjen vdekje në vendin e ngjarjes viktima A.Sh, ndërsa viktima R.Sh dërgohet pa shenja jete në spitalin rajonal të Pejës. Pas këtij vendimi është deklaruar edhe njëri nga prindrit e viktimës. Ai tha se ka pritur që i akuzuarit të marrë dënim më të ashpër. Shumë pak është dënu, se janë 2 raste, nuk është vetëm një rast. Për mendimin tim, shumë pak është dënu, është deklaruar prindi i njërit prej 2 viktimave. Dënimet penale të parapara me kodin penal për vrasje të randë, respektivisht kur rriten 1 apo më shumë persona, në këtë rast janë vrarë 2 persona, natyrisht që dënshmëria është jo më pak se 10 vjet deri në burgimin e përjetshëm. Mirë po, kur kryerësi veprës penale është madhureri, e që mosha e tij nuk i ka lënë moshën 21 vjeçare, këta persona janë të përjashtuar nga mundësia e dënimit me burgim të përjetshëm, andaj dënimi i shqiptuar në këtë rast është brenda kornizave ligjore të parapara me kodin penal dhe kodin për të mbitur në Republikën e Kosovës, andaj dënimi është në kuadër të legjislacionit në fuqi, sepse këtë lloj dënimi apo këtë lartësi të dënimit edhe për vrasjen të dyfisht e determinon mosha e kryerësit që konsiderohet madhur i ri dhe madhur i ri para se të mbush 21 vjeç, edhe që kryen vepra të tilla, kodi e trajton ende si të mitur dhe nuk parafshihet mundësia e dënimit me burgim të përjetshëm.